Shëndet nga ju nëse I keni bërë votat për Blau Konjuca. Unë besoj që situata është e qartë. Ne kemi pasur përpjekje maksimale sot, sidomos, por jo vetëm, që të kalojnë shumë dokumente të rëndësishme, përfshirë ku buxhetin e shtetit, buxhetin për komunal, por po ashtu dhe buxhetin për radio televizionin publik. Por kjo opozitë e ka nisur që nga muaji prill, pra që nga 15 prillit, destruktivitetin e saj dhe asnjëherë nuk kanë pasur vullnet për të tejkaluar situata me cilat kemi përballur deri më. Unë sot prita që ata të kenë qasje ndryshe, sepse siç e thash edhe në replikën time në seancën e kuvendit që u mbajt pak më herët, buxheti I shtetit nuk është buxheti kryeministrit Kurti. Ajo është proceduar nga qeveria në detyrë në përputhje me ligjin për qeverinë, është buxheti I qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe arrin shifrën sikur më parë, pra rreth 4 miliardë euro, por edhe përkundër kësaj, këta janë në gjendje që ta fusin vendin në krizë sociale, t'i lënë qytetarët pa paga, t'i lënë pensionistët pa pensione, t'i lënë shumë familje pa ndihmën sociale, FSK-n pa paga, policin pa paga dhe gjithë sektorët tjerë, shëndetësinë dhe të tjera, vetëm për shkak të inateve që kanë me Albin Kurtin dhe lëvizjen me vendosje. Unë e di që ju e dini se çka mendoj unë për opozitën, pra cilat janë mendimet e mia për opozitën, por sot I bëj lutje që të kenë qasje pozitive, që ta mendojnë interesin e shtetit, qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe t'jenë në seancë për të votuar dokumente që janë shumë të rëndësishme, por në anën tjetër ne tash pas pak minutave kemi edhe votimin e mandatarit. Blau Konjuca është personi I dytë më I votuar në Republikën e Kosovës. Të gjithë e dinë, ju jeni dëshmitar, sepse qytetarët përmes jush janë informuar edhe për qëndrimet e opozitës në raport me figurën e zotit Konjuca. Ata gjithmonë e kanë përmendur Blau Konjucën si personin unifikues. Prandaj sot është momenti që t'ju japim mbështetje zotit Konjuca. Ne nuk kemi sepse shkojmë në dy palë zgjedhje për një kohë tepër të shkurtë. Le të shkojmë në zgjedhje në qoftë se nuk dakordohemi për emrin e presidentit apo presidentes së ardhshme. Por sot, për hir të qytetarëve, për hir të shtetit Kosovës, pra le ta votojmë pra mandatarin, le ta mbështesim personin e dytë më të votuar, zotin Konjuca, për të cilin të gjithë kanë thënë, pa përjashtim që është figurë unifikuese. Pra, le t'i thrasin mendjes, le të reflektojnë. Besoj që është shumë e rëndësishme që, si me thënë, të mos kenë qasje destruktive, por pra të jenë konstruktiv në raport me situatën në cilin përballemi. Po e vërtet, ne kemi bërë opozitë, sa kemi qenë opozitë si ndoshta asnjë subjekt tjetër, por gjithnjë duke parandaluar marrëveshje dëmshme për vendin. Asnjëherë nuk kemi bërë opozitë për shkak të inateve, por vetëm sepse gjatë kohës sa ne kemi qenë në opozitë, jemi përballë me shumë marrëveshje të dëmshme, prandaj edhe reagimi opozitar në atë kohë ka qenë jashtëzakonisht I rëndësishëm. Nuk do të mbaroj, si me thënë, me seancën e sotme, ne prapë I thrasim që të reflektojnë, që të votojnë edhe mandatarin Konjuca, por po ashtu edhe dokumentet të cilat ne I përmendëm, sepse siç e keni parë, kryetari I kuvendit nuk e mbylli seancën, por e ndërpreti atë. Zonja Gjiu, si pretendit që të votohet zoti Blau Konjuca, ku paraprakisht s'keni as marrëveshje politike me partitë e opozitës. S'keni bërë përpjekje për marrëdhënie marrëveshje. Ne kemi pas përpjekje që nga fillimi, edhe kur jemi këtu ndoshta para muajit prill, kur është thirrë seanca e parë konstitutive, që të kemi një marrëveshje me disa prej partive politike. E kemi shprehur publikisht vullnetin tonë për të bërë koalicion me LDK-n, jemi refuzuar, edhe përkundër elektoratit, se çka mendon elektorati I LDK-s, si me thënë krerëve të kësaj partie nuk I intereson kjo dhe jemi refuzuar. Kemi pas përpjekje edhe të bëjmë koalicion me nismën e cila përfaqësohet në kuvendin e Republikës me 3 deputet, por as kjo nuk ka ndodhur. Kërkesa e tyre ka qenë, ne jemi ta zëm, ata kanë thënë në vazhdimsi, nuk e duam Albin Kurtin kryeministër, ne e bëm kompromisin më të madh. Nuk është më emri Albin Kurtit, tash është emri I zotit Konjuca, prandaj me që ne kemi bërë kompromisin më të madh, personin më të votuar në historinë e Kosovës. Sa herë ka pas zgjedhje, pra Albin Kurti është personi më I votuar në historinë e Kosovës. Prandaj mendoj që ata duhet bëjnë lëvizje. Dhe unë sot pres reflektim, jo për hir të vetëvendosjes, por për hir të qytetarëve të Republikës Kosovës. Ata kanë për obligim që jo të flasin përmes konferencave kudo në kuvend apo diku tjetër, por të vinë në seancën plenare
dhe ta kryejnë me përgjithësi më të lartë rolin e deputetit. Besoj që e tash ne kemi bërë kompromis, duke qenë që nuk është emri Albin Kurti. Është emri i Zotit Konjufca, për cilin të gjithë kanë pasur nevratat më të Do të vazhdoj seanca e parë që nisë mëngjes dhe pas seancës për mandatarin. Ka thënë që nuk mbyllet seanca. Kur vazhdon? Besim që të vendosim.